Tani më themi me përgjithësi të plot tani edhe në bazë të fakteve dhe argumenteve që grupet kriminale janë të strukturuar qartazën brenda sistemit të udhëheqjes politik të Shtetit të Serbisë. Para jo më pak se një vit e gjysmë kemi thënë edhe për misionin e juaj Esmeralda që grupet mafioze të kontrabandimit të bërkimit organizuar në aspektin e substancave narkotike janë në konfrontim njëra me tjetrën, pra grupi i tillë është ndërlidhur me Ivica Dačić, që është kjo pjesa e Amerikës Latine, dhe grupi që është i lidhur me pjesën e klanit të Zemunit dhe Belivukës, që faktikisht janë lidhjet me Aleksandar Vučić, ka pjesa e lindjes, pra ka pjesa e Rusisë, Kaukazisë, nga Afganistani e tutje. Pra një konfrontim para një vit e gjysmë mes grupeve mafioze në Beograd të dëshmon faktin që patëm disa arrestime dhe patëm disa shkarkime brenda strukturave përkatëse udhëheqëse të institucioneve të Serbisë, por që ishte ndalur apo pushuar se ekzistuari sistematik në mediat përkatëse të Beogradit, ndërsa me këtë arrestimin e fundit vetëm se po forcohet atë që kemi potencuar, që grupet mafioze udhëheqin para politikën e Beogradit, dhe ky aksion apo ky reakcion është si pasojë, sipas gjitha gjasave të grupeve brenda strukturore të Serbisë, të cilët tentojnë tani sipërmes goditjeve eksplicite të goditet politika e Beogradit, politika e Aleksandar Vučićit, sepse ministri Gašić në këtë rast dhe në raste të tjera de facto ka qenë njëri më lojal i presidentit Aleksandar Vučić dhe pavarësisht asaj Esmeralda që trombotohet në opinionin që askush nuk do të jetë mbi ligjin, është vetëm një frazë të cilën ne vetë kemi të njohur nga ana e Beogradit, pasojat e këtij aksionit policor padyshim do të shihet në muajt në vijim, duke parë ndoshta edhe shkarkime përkatëse, por që do të ndërlidhen me veprimet e tjera, jo me këtë rast, sepse në njërin anë është një vend situacion për Beogradin, sepse këtë aksion do e shesi luftë kundër krimit të organizuar, ndërsa në anën tjetër është padyshim një konflikt mes grupeve të këtyre klaneve mafioze të cilët e kanë tregun e Beogradit si vend operativ për pjesën evropiane. Mirë, por duket se vazhdimisht qeveria e Serbisë, zyrtarët të saj, ndërlidhen me grupe të ndryshme kriminale, aq sa duket se i kanë edhe rajonet e ndara. Pra, nëse ne folëm për Gašić, të njëjtat akuza kanë qenë për ish kryeministrin, si lidhur me grupin e Novi Sadit, vllajën e presidentit Vučić, po kështu me grupin e Belivukut e të tjerë. Pra, duket se janë atashuar edhe antarët e kabinetit qeveritar të Aleksandar Vučić me grupe të ndryshme kriminale në Serbi. Padyshim, ndarja e asaj harte të Serbisë është ndarë në 4 grupe kriminale të cilët de facto udhëheqin pjesë të rajoneve përkatëse. Pra kemi një pjesën e rajonit që i përket me malin e Zik, ku pjesa e portit të Adriatikut është padyshim me grupet mafioze që kanë një lidhje tradicionale me pjesën e transportimit dhe kontrabandimit të substancave narkotike kokain, që lidhet kryesisht nga pjesa e Amerikës Latine, që në këtë grup bën pjesë Ivica Dačić dhe formacionet të tija tani më të njohura në çartet diplomatike. E keni pjesën e Evropës, Serbisë qendrore, juglindore, ku është pjesa e Maqedonisë që lidhet me Kufi, atë de facto vepron pjesa e grupacionit strukturuar që edhe droga për 5 tonë lat, dëshmon faktin për një transakcion ndërkombëtar, sepse kjo drogë, sipas gjitha gjasave, prej ardhen e ka nga pjesa e lindjes, përmes të rrugëve transportit Turki, Bullgari, Maqedoni, është futur më pastaj në mënyrë klandestine në pjesën e territorit të Serbisë dhe për të garantuar që një tonelat të tillë të kaloj kufijin pa u diktuar, duke imagjinuar që duhet një plan i detajuar logjistik operacional. Padyshim, kjo nuk mund të bëhej pa bekimin apo miratimin apo mbështetjen e strukturave shtetërore. Ju e dini që Gašić ka qenë pjesë përbërëse edhe të strukturave udhëheqëse politike edhe të sigurisë në Beograd, pjesë e inteligjencës së Serbisë, e cila më pastaj ka influencimin në pjesën e strukturave policore, tani me ministrin mbrojtjes, pra një
varg argumentesh institucionale të udhëhequr nga direktiva politike kanë lejuar dhe mundësuar që pikërisht kjo sasi e tonelata të marrë të kalojnë në territorin e Beogradit që pastaj shpërndahet në pjesën evropiane.